Unë do doja që tashmë të shpallim edhe temën e ditës së sotme miqdashur, ku do të diskutojmë bashkarisht. Dhe temën e sotme e kemi zgjedhur. Ne, si shoqëri, jetojmë për të punuar apo punojmë për të jetuar? Duket e njëjtë, por nuk është e njëjtë. Është e para, definitivisht, dhe mos ta zgjasim e përmbyllim këtë temën e ditës. Dhe miqdashur, unë do doja që të bëja një hyrje të kësaj Valbona, sepse gjithmonë njerëzit zgjohemi me alarm, dhe nuk zgjohemi me ëndra, por me alarm. I hapim syt, edhe para se të pim kafen e mëngjesit, fillimisht i kontrollojmë mesazhet. Para se t'i përqafojmë fëmijët tanë, kontrollojmë emailat. Para se të pyesim veten se si jam, ne pyesim se çfarë kam unë për të bërë sot. Vrapojmë, gjithmonë vrapojmë, por pyetja është, a e dim drejtimin se ku po shkojmë? Sepse po jetojmë në një kohë ku lodhja po na bëhet krenari, e shesim si krenari. Jam shumë e lodhur, të lutem, jam shumë bezim. Ka mungesat, kur mungesa e kohës ndonjëherë na është krijuar dhe na shndrohet në status. Mungesë, edhe bëjmë status. Kur njeriu gjithmonë e madh ndonjëherë vlerën e vet, se sa është i zan. Unë jam shumë i zan edhe po japim një vlerë kësaj. Por ndalemi pak, Valbona, të ndalemi. Do të ndalojmë pak dhe të themi se kur ishte hera e fundit që jemi ulur pa orë. Kur? Dhe drejtron nëse, domethënë jam kështu 100% e sinqert, para një jave më ka ndodhur. Isha një javë e më shumë duke shpejtuar dhe thash, a mund të ndalosh vetëm për 10 sekonda, 10 minuta, për kushtoja vetës, po. Kur ishte hera e fundit që qeshe pa e parë telefonin? Kur ka qenë? Kur ishte hera e fundit që e ndjeve jetën jo si detyrim, por si dhurat, si begati. Si bekim. Bekim. Sepse ndoshta problemi nuk është as që punojmë, por çfarë po humbim ndërkohë. Çfarë humbim ne kur fokusohemi vetëm në punë. Sonte pyesim veten pa frikë, apo punojmë për të ndërtuar jetën, apo po e shfrytëzojmë jetën duke ndërtuar vetëm faturat, ti paguajmë shpenzimet. Dhe në fund të ditës, kur dritat fiken dhe heshtja flet, a jemi të pasur? Apo thjesht të lodhur. Pra miqdashur, tema e ditës sotme është jetojmë për të punuar, apo punojmë për të jetuar. Duket e njëjtë, por nuk është e njëjtë. Sepse ka edhe një thënie tjetër, Valbona, njerëzit jetojmë ham për të jetuar, apo jetojmë për të ngrënë. E vërtet. Kemi edhe kështu,